Ministria e Brendshme ka vendosur që strukturat e policisë së rendit t'u vinë në ndihmë policisë rrugore në orarin e pikut të trafikut në kryeqytet. Konkretisht mësohet se policia e rendit do të angazhohet në rrugët e Tiranës nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 9 dhe nga ora 15 e pasdites deri në orën 17 për të lehtësuar trafikun e rënduar në kryeqytet. Ndërkohë, prej së martës, pjesë e policisë rrugore janë bërë 88 efektiv të rinj, të cilët zëvendësojnë oficerët dhe policët e larguar nga detyra me urdhër të ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. 11 oficerë dhe 77 polici janë larguar nga detyra, pasi sikurse thuhet zyrtarisht janë kapur me shkelje të rënda në ushtrimin e detyrave funksionale, gjatë një kontrolli të kryer nga shërbimi i kontrollit të brendshëm. Ndër shkeljet e konstatuara mund të rënditen në 28 raste të vendimeve të Komisionit të Shqyrtimit të kundravajtjeve administrative, mungonin lejet në drejtimit të shtetasve, të cilat ishin brenda afatit të bllokimit. Së pari, nga verifikimet është konstatuar se në disa raste disa kundravajtës janë gjobitur përsëri për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, gjatë kohës që lejet e drejtimit të këtyre shtetasve duhet të ishin të bllokuara me vendim komisioni. Së dyti, rezultuan mangësi në mënyrën e plotësimit të proceseve verbaleve të konstatimit të shkeljeve. Konkretisht, në mjaft të raste janë tërhequr dokumentat e automjeteve, si mënyrë presioni për të garantuar pagesa abuzive në kundërshtim me kodin rrugor. Së treti, nga punojësit e rolit drejtues, gjatë kësaj periudhe nuk është marrë asnjë masë administrative ndaj shkeljeve të punonjësve të qarkullimit rrugor, për mënyrën e plotësimit të proceseve verbaleve të konstatimit të shkeljeve, e cila konsiderohet shkelje e rëndë disiplinore, thuhet në njoftimin zyrtar. Ndërkaq, 4 oficerë të nivelit drejtues dhe 1 oficer i rolit zbatues janë kallëzuar në prokurori si të dyshuar për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike.